Në këtë pjesë të fundit programit do të diskutojmë me kolegun Ermal Peci për protestën e mbrëmjes kaluar. Ermal, faleminderit që jemi ne dhe na bashkohesh. Kënaqësi. Si e pe protestën e mbrëmjes kaluar, ishte tek ato pritshmërit, tek skenari i artikuluar vet, apo pas përfundimit të fjalës Berishës çdo gjë ishte surprizë deri në përdorimin e fishek zjarreve? Shko Alba, në këtë moment ku qeveria Rama është në një moment jo vetëm krize morale, por edhe krize, po them, institucionale, është e kuptueshme që opozita do duhet thrasë protesta. Ne shikojmë që sot qeveria Rama po përballet në fakt me hapa galopan, do them, që përbëhen brenda korrupsionit që këta kanë krijuar, pra një sistem cilën e kanë ngritur dhe e kanë perfeksionuar, dhe tashmë vetë Edi Rama është i rrethuar nga mëkatar. Disa i ka lënë dhe janë pasekura, disa tjerë janë në proces në hetim dhe disa tjerë cilët presin të shkojnë në dyrë dhe spak. Dhe është e kuptueshme në fakt që opozita duhet thrasë protesta dhe duhet të jetë në shesh për të sensibilizuar njerëzit. Por ku qëndron ajo, do thoja, problemi sot i Partisë Demokratike? Është fakti që vetë Partia Demokratike në këtë momente, për te narrativës që thot, ne shikojmë që akoma nuk po i mobilizon dot qytetarët. Dhe në qoftë se ajo nuk arrin dot mobilizoj qytetarët, një prej arsyeve, mendoj unë, është fakti që Partia Demokratike sot ka një retorik shumë të ashpër ndaj Spakut. Spaku është i vetmi kundërshtar në optikën time real i Edi Ramës, dhe kjo protestë ishte vetëm disa ditë në fakt kur Partia Demokratike bashkoi votat me Partinë Socialiste për të çuar dhe për të miratuar në bordin e paqes kryeministrin Edi Rama. Pra këta me fjalë janë kundër Edi Ramës, por me vepra këta e njohin Edi Ramën. Këta me fjalë thonë në Shqipëri nuk ka zgjedhje dhe nuk ka institucione për të respektuar, por vetë deputetët e Partisë Demokratike pranojnë të shkojnë në parlament, pranojnë të marrin atë rrogë, ndërsa me mira demokratë ende në rrugëve dhe shikojnë që sa vjen dhe Partia Demokratike rrudhet. Me pritshmërit, të paktën të kthehem tek ajo se çfarë më thatë ju, Alba, pritshmërit në optikën time, edhe si një pjesëmarrës i aktiv në protestat e Partisë Demokratike deri në vitin 2021, këto protesta në fakt në pjesëmarrje lënë shumë për të dëshiruar. Unë kujtoj protestat e vitit 2019, kanë qenë më masive, kanë pasur një kaos, kanë pasur një qëllim, dhe jo vetëm kaq, Alba, por tashmë kanë pasur dhe kishin fuqi të trysnonin qeverinë. Kurse sot ne shikojmë vetëm një xhiro që bëjnë në bulevard. Unë jam një njeri që nuk e dua dhunën, në asnjë moment nuk e manifestoj dhunën, në asnjë moment nuk pranoj që shoqëria shqiptare të ushqej dhunë ndaj institucioneve. Por fatkeqësisht Alba Sali Berisha, atë që i bëri Partisë Demokratike në 8 janar të vitit 2022, nuk ka guxuar në asnjë moment t'ia bëj kryeministrisë. Dhe kjo lë shumë për të dëshiruar në fakt mbi qëllimet reale se për çfarë u kthye Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike. E qartë. Ivi Kaso artikuloi ditën e djeshme kur sapo kishte nisur protesta dhe kur pritej që Berisha së bashku me eksponentë të kupolës drejtuese të Partisë Demokratike, por edhe simpatizant të vinte në bulevardin e Dëshmorët e Kombit që të niste zyrtarisht protesta, tha se skenari do të jetë fleksibël. A është një tentativë, mund të themi, e opozitës për të eskaluar deri në situatën që ne pam deri në dhunë, dhe sa pik i jep kjo opozitës përballë situatës shkak pasoj, kur ne pam që kemi policë të dëmtuar, kemi gazetarë që e kishin të vështirë të raportonin kolekte mi dhe tut bashkë që i kemi ndjekur. Dhe ishte një situatë ku dhe qytetarët që nuk ishin fare pjesë asaj proteste, por që u binte rruga për të kaluar, për të shkuar në shtëpitë e tyre, pse jo, u përballën me atë situatë, me gazin, me ujin që ishte për shpërndar turmën? Unë mendoj që ishte keq menaxhimi i policisë në radhë parë. Pra, ajo protestë nuk ishte një protestë, po të them, që mund të kishte 70.000, 80.000 apo 100.000 njerëz në shesh dhe policia nuk arrinte dot ta menaxhonte. Aty faj si te përdorimi i ujit, si te përdorimi i gazit, mendoj që ka qenë dështim i menaxhimit të policisë shtetit, mund përfshi edhe gardën aty, sepse nuk jam jurist të flas në anën tjetër se si funksionon posaçërisht ky ligj, por
menaxhimi se si ata duhet të vepronin ka qenë dhe ka lënë për të dëshiruar. Unë mendoj që opozita tashmë kërkon të maksimizojë dhe të mobilizojë anëtarët e vet. Për shkak se i duhet një narrativ apo i duhet një veprim që në thelb, në pamje të parë të dukej sikur këta realisht janë kundërshtarët e Edi Ramës, pam që e goditën kryeministrinë me fishek zjarre dhe me molotov, por ne kemi parë që shtëpisë së vet Sali Berisha së bashku me grupin tjetër, pra grupin e afërt, i ra me vare, me gur, me çfarë nuk i ra, me tysqy, pra na sollën një pamje gati të kohës parahistorike. Kurse me kryeministrinë kishin disa fishek zjarre dhe ne dim shumë mirë edhe për te narrativës si përdorte vetë zoti Berisha, as kryeministri Rama nuk kishte edhe aty. Dhe po të kuptoje, ky mullev, ky duf, nxirej kundër godinës. Në thelb, kjo nuk prodhon politik. Qytetarët shqiptar kanë 100 arsye të protestojnë kundër kësaj qeverie. Çështja qëndron që sot vetë opozita dhe vetë Partia Demokratike është në një luftë permanente me institucionin e drejtësisë. Ky institucion i drejtësisë, i cili e ka çuar Edi Ramën në një cep të ringut dhe vetëm po e godet. I ka marrë Erion Velin, i ka marrë Sajmir Tahirin, i ka marrë Arben Ahmetajn, po të tenton t'i marrë Belinda Ballukun dhe një grup të tjerës që janë njerëzit më të besuar të Ramës. Dhe përsëri zoti Berisha për arsye apo dhe eksponent tjerë aty brenda Partisë Demokratike, për arsye tyre personale zjen sulmojnë spakun. Në këtë dikotomi logjike, qytetarët shqiptar zgjedhin të distancohen dhe këto janë protesta të cilat në fakt nuk po prodhojnë asgjë, janë kaseta dhe filma të parë të cilët rezultatin e kanë të pritshëm. E qartë, a ishte një lloj testi se për protestën e parë kombëtare që artikuloi zoti Berisha që do të mbahej ishte një provë zjarri, por a ishte, më themi, prania në shesh apo numrat në shesh, një lloj testi për gjithë skeptikët brenda të djathtës, që zoti Berisha ju thot, këta janë mbështetësit e mi dhe i mblodha unë, për ata që i kërkojnë largimin, distancimin, faktin që qytetarët sot nuk kanë një alternativë, por që janë të djathtë. Alba, me këtë logjik, Sali Berisha nuk u rikthye as të mund të Lulzim Bashën, as të mund të partitë e tjera opozitare, por u rikthye për të mundur Edi Ramën. Dhe me logjikën e numrave, atëherë nëse ne vazhdojmë me të njëjtën retorik që përdor zoti Berisha, atëherë Edi Rama ka gjithë të drejtën ta bjedhë këtë vend, ta shkatrojë këtë vend, të marri njerëzit e vet dhe duke shkatruar Shqipërinë të ndërtojë pushtetin e vet, të japi PPP, të shesi dete, male, blegtori dhe çfarë do lloj që ka Shqipëria. Pra, Edi Rama me këtë retorik është i legjitimuar të bëjë çfarë të dojë se ai ka 83 mandate. Por nuk funksionon politika e tillë, politika ka dhe moral, ka dhe legjitimitet. Sot Sali Berisha duhet ju thotë qytetarëve pse u rikthye apo dhe demokratëve, pse u rikthye në Partinë Demokratike. Ai u rikthye për ta bërë Partinë Demokratike më të fortë. Nuk e ka bërë. U rikthye për ta bërë Partinë Demokratike më të bashkuar. Nuk e ka bërë. U rikthye për të mundur Edi Ramën. Nuk e ka bërë. Është minus 300.000 vota Alba nga 11 maj. Kundër Partisë Demokratike që udhëheqi nga Lulzim Basha në 2021. Edhe sot që flasim, Partia Demokratike mund të jetë edhe në numra më të vogla. Pra Sali Berisha mbi këtë retorik duhet t'i japi përgjigje qytetarëve, sepse me faktin për të treguar opozitës që ky është njeriu i cili ka vënë në radhën apo bidonin e qumshin dhe pret tani të marri dhe të mbushi bidonin e tij në shtëpi, nuk funksionon më politika. Politika nuk mund të jetë as parahistorike dhe nuk mund të jetë mbi këto terma force. Politika ka dhe moral. Sot Partia Demokratike është një parti e cila i ka dyert e mbyllur me partnerët strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Edi Rama qëndron në këmbë në optikën time se është Sali Berisha në lojë. Nëse Sali Berisha nuk do të ishte në lojë, Edi Rama do të ishte larguar menjëherë për shkak se korrupsioni, për shkak se keq menaxhimi, për shkak se konsumi që ka kjo qeveri, unë nuk e di se si po qëndron në këmbë. Dhe të vetëm arsye mendoj është që përballë tij është akoma Sali Berisha. I qëndron dhe ti argumentit që kryeministri Rama në këtë zgjedhje parlamentare të 11 majit konfirmoi 83 mandate si përballë kishte Sali Berisha?
Unë i qëndroj argumentit që Edi Rama për sa kohë ka një opozit e cila nuk ka një kauzë, nuk ka një produkt dhe nuk ka marrëdhënie të shëndetshme me partnerët strategjik. Pra nuk ka një vizion për ta bërë Shqipërinë dhe për të luftuar Edi Ramën, ai do të jetë aty. Tezat që hajde të bëhemi bashkë neve tani, se armiku më i madh është Edi Rama, i kemi parë Alba në 2013 me aleancën e qelbësirave. Aleanca e qelbësirave prodhoi këtë korrupsion madhor që Shqipëria nuk po gjen ndërman, që kolegët tanë, që shokët tanë, miqtë tanë, familjarët tanë zgjedhin të marrin rrugët e Europës, që ne jemi të pasigurt dhe nuk respektohet asnjë kontratë. Dhe mbi këtë premis, nëse ne do të mundohemi që ta mundim Ramën me armët e veta, atëherë Rama është i pamundshëm. Rama sot mundet me një kartë morale, mundet që me një parti e cila të ketë marrëdhënie të shëndetshme me partnerët strategjik dhe mundet me një vizion. Unë nuk e di kush është vizioni që ne të shohim që Edi Rama do të mundet. E vetmja gjë është kjo divizë. Edi Rama sot është një njeri i cili është tmerrsisht i konsumuar, një njeri i cili nuk arriti dot të mbaj asnjë premtim nga ato që ai ka thënë që në 2013-ën, ju kujtoj Alba edhe si gazetare me eksperiencë. Në 2013-ën Edi Rama na ushqit si nxënës i Fanolit, edhe si nxënës i Konicës, por ne në asnjë moment nuk pam që Edi Rama të ishte nxënësi i tij. Ne pam që Edi Rama u soll si një autokrat, u soll si një njeri i cili në asnjë moment nuk pati vizionin për ta bërë Shqipërinë një vend me prosperitet, por pati vizionin që ta shkatroj këtë vend për ndërtuar pushtetin e vet ekonomik dhe politik. Kështu që kjo është situata. Për secilin e atyre njerëzve që mendojnë që hajde bashkohemi të mundim keqen e Ramës. Nuk mundet e keqja me një të keqe. Duhet një rotacion i cili të ngrihet mbi parime dhe mbi kauza. Dhe edhe po të them edhe diçka tjetër, që janë të vërteta e gjithë ajo se çfarë thot opozita sot, për sa i përket që Edi Rama ka pra Partia Socialiste dhe njerëz pranë Edi Ramës, na i ka treguar dhe SPAK këto edhe përgjimet e Encrochatit që grupe kriminale bashkëqeverisin me dhe ndihmojnë Partinë Socialiste, kemi parë Gysagasin që ndihmon Partinë Socialiste, kemi parë korrupsionin e Akshit, kemi parë korrupsionin e rrugëve, kemi parë korrupsionin e çdo lloj tenderi, por Edi Rama sot po qëndron në këmbë sepse është një opozit dhe ka një absurditet në opozitën shqiptare e cila është e përçarë dhe ka probleme thellësisht legitimiteti. E qartë. A mendon se kjo valë protesta, është pak në këto protesta kombëtare për të foltoreve të SH-s do të vazhdojnë deri në prill? Kur kemi dhe situatën e zgjedhjeve të brendshme në kampin demokrat? Po, unë mendoj që këto protesta mund të vazhdojnë pafund, po do të vinë duke u rrudhur. Ashtu ka ndodhur, pavarësisht se këta i quajtën protestë kombëtare, në sytë e mi duke si një protestë lokale. Pra, pavarësisht këtyre pamjeve, ne kemi parë edhe pamje tjera që vinë nga aktorët që ishin pranë protestës opozitës dhe kemi parë që nga kryeministria deri te dy kullat është një pjesëmarrje shumë e vogël. Një parti opozitare që ka marrë gati 450.000 vota dhe të arrit këtë lloj pjesëmarrje tashmë ka një problem madhor. Sepse të pakën minimalisht në një protestë kombëtare duhet kishte diku te 60.000-70.000 veta që të ishin aty prezent dhe për t'i dhënë zemër dhe për të mbështetur kauzat e Partisë Demokratike. Kështu që pavarësisht se çfarë strategjie do të përdori Partia Demokratike, unë mendoj dhe diçka tjetër, Alba, që nuk e kam dëgjuar askund, por e kam si një deduksion, jo se kam informacione, por do t'jap një deduksion timi mbi atë se çfarë ka ndodhur realisht në lëvizjet politike apo në lëvizjet të ngjashme. Unë mendoj që SPAK tashmë mund të godasi brenda Partisë Demokratike dhe kjo është arsyeja pse po eskalon apo po jepen në thonjza skenare dhune apo për treguar forcën se çfarë mund të bëj Partia Demokratike. Indicjet janë për të shkuar tek emra në kupolën drejtuese?
të paktën në deduksioni, sepse unë nuk kam informacion që dhe këtu do të spekuloja, por po të them në deduksion të zhvillimeve dhe ngjarjeve dhe disa dosjeve cilat janë drejt përfundimit, mendoj që brenda Partisë Demokratike do të ketë disa goditje nga SPAK. Dhe kjo mund të jetë rastësi, por sa herë kemi parë që është dashur apo të ketë një ngjarje, kemi parë gjithmonë që partitë politike kanë krijuar një mekanizëm për të zhvendosur apo për dhënë mesazhe, që ne jemi akoma faktor stabiliteti në këtë vend dhe nëse ne cënohemi, ne destabilizojmë vendin. Kjo është një dekriptim i imi. Në deduksionet që kanë ndodhur në zhvillimet politike, po të marrë nga 90-ta deri më sot. Sa herë ka pasur marrëveshje të mëdha, është bërë zhurmë e madhe, unë t'ju kujtoj vetëm para 2 vitesh kur u miratua buxheti dhe ne nuk ditëm buxheti që gjëja më e rëndësishme për shqiptarët, ku do shkojnë lekët e tyre. Partia Demokratike zgjodhi që të krijonte një kakofoni dhe për 3 minuta çështja më e rëndësishme u mbyll. Edhe sa herë ka pasur ngjarje të cilat ka pasur në kontekste politike, vetë kryeministri Rama i është hakëruar SPAK-ut. Dhe nuk është çudi që edhe ky agravim në thonjza, se nuk kam parë një agravim të madh aty, po ky agravim në thonjza mund të ndodhi që SPAK të ketë goditje brenda Partisë Demokratike. E qartë, pritshmëri mendon se do ketë apo shumë afër, apo mendon se ka marrë zemër Berisha dhe tashmë do t'ule, do ta shqyrtoj, se si mund të ketë një skenar apo të ndërtojë një skenar tjetër të një proteste tjetër kombëtare për të qenë një lloj indikatori që të vinë më shumë qytetarë në protestë? Alba, pavarësisht mendimeve që unë kam kundër zoti Berisha nuk është një politikan që ka nevojë të marrë zemër. Zoti Berisha është një politikan i cili situata e djeshme nga foltorët e SHN-s, ndjesë të ndërpres, me protestën kombëtare që e pa bulevardin dëshmorët e kombit, me një pamje tjetër. Zoti Berisha është një aktor politik me shumë eksperiencë dhe është njeri i cili ka shumë informacione dhe nuk vepron mbi baza emocionale, vepron mbi baza racionale. Këtë kam arritur unë të deshifroj, të paktën duke ulumtuar aktorët politik apo edhe duke i dekriptuar mënyrën e komunikimit apo të veprimit. Kështu që nuk mendoj në asnjë moment që çdo veprim i tyre është emocional apo rastësi. Është një lëvizje e mirë llogaritur se çfarë qëllimi ata kanë. Ajo që do të shikohet në ditët në vazhdim është se cila do të jetë strategjia. Unë nuk mendoj që brenda Partisë Demokratike vetë zoti Berisha i trembë dikujt që mund t'ia marrë Partinë Demokratike në këtë situatë. Pra, edhe fakti që zoti Saliani ka dalë me tezën e vet, ata menjëherë vetë përjashtuan, ata e përjashtuan, po i quajtën vetë përjashtuar zotin Saliani. Pra, ajo që unë bëj si dekriptim është që vetë gjithë kjo lëvizje do të kthehet izolantrike në thelbin e vet dhe do të përfundojë në një bunker politik. Në një bunker që ata do të mundohen të mbrojnë njëri tjetrin nga çështjet cilët kanë me drejtësinë. Ata janë secili prej tyre, Alba, dhe këtu mua vjen keq që këta duan të manipulojnë demokratët edhe qytetarët, ata e dinë shumë mirë që në këtë gjendje që janë ata nuk e mundin kur dot Edi Ramën. Edhe Edi Rama e di mjaft mirë këtë gjë, edhe prandaj ndonjëherë në parlament bën si një gjel i krekosur, i cili artikulohet dhe tenton të suggestionojë opozitën apo dhe vetë zotin Berisha. Problemet e Partisë Demokratike sot janë thellësisht politike. Ka 2 parime të cilat ta i kanë shkelur, një është që në Partinë Demokratike që kur iku zoti Basha dhe u rikthye zoti Berisha nuk ka shkelur këmbë përfaqësuesi amerikan, dhe e dyta lidhet me faktin që në Partinë Demokratike këta kanë një narrativ shumë të ashpër ndaj SPAK-ut. Dhe në çdo sondazh SPAK-u del si një institucion i cili më i besuari dhe është i besuari në arenën shqiptare dhe këtu nuk bën sens sepse duhet përputhen direktivat politike me empatinë e qytetarëve shqiptar. Sepse ti sot ne si jemi, duke qenë se jemi të rinj, Alba, sot ne duam të dimë çfarë strategjie kanë për të rritur rrogat, çfarë strategjie kanë për të rritur pensionet, përmirësuar ekonominë,
po pensionet po ashtu i kemi për prindrit tanë. Gjithashtu duam dim cilat janë mundësitë që të vinë investitorë tuaj, sepse nga 2013 deri sot nuk ka një investitor i rëndësishëm Alba që të investojë në Shqipëri, dhe këto janë paketat cilat ty të hapin rrugën Bashkimin Evropian, sepse ne dim shumë mirë që nëse ti punon për një firmë prestigjioze, ti e ke mundësinë punosh dhe në Europë pastaj sepse të njihet. Dhe në këtë pjesë këto janë problemet kryesore tona, janë rritja e çmimeve të apartamenteve. Këta nuk flasin, këta thonë Ramaduro do vinë ta marrin me aeroplan dhe do ta përcjellin me jat. Po bëre këto narrativa qesharake, shqiptarët largohen, nuk ta afrohen. Sepse me qytetarët duhet të jesh i sinqert dhe t'ja u tregosh problemet politike ashtu siç janë, ku është problemi dhe se si mund të vijë zgjidhja. Në asnjë moment ta nuk japin zgjidhje sepse këta janë vetë çështja e problemit. Dhe s'mund të japin zgjidhje sepse zgjidhja s'paku, po të thonë këta që ne të mbështesim drejtsinë, atëherë këta kanë problemet e tyre me drejtsinë dhe këtu është e gjithë gërçi i komunikimit që kanë këta me opinionin publik. Thjesht mobilizojnë militantët e tyre duke i ushqyer me narrativa dhe duke i mashtruar sa më shumë të kenë fuqi. E qartë. Ermal, jam e lumtur që në brezin e ri të gazetarëve ka të ngjashëm si ti, por edhe si ti, që janë aq shtërues në mënyrën se si qasen ndaj politikës. Alba, ju falenderoj shumë edhe kënaqësi. Faleminderit shumë. Ndërkohë, për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund të shkarkoni aplikacionin në Euronews.al në App Store dhe Google Play. Ndërkohë që programet tona mund të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7 MHz. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.